Televizja vetëvendosje, kryetarin Valon Prebreza. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Me qeni vetëvendosje, pa shkuar te komuna, si e komentoni këtë aksionin e PSD-s? Në pomje të parë, e pas ka morë molli për shku të dera vetëvendosjes. Për ndryshe, qytetarët e këtij vendi ja kanë tregu me votë se sa e vlerësojnë. Thjesht më dok si nostalgji për të kështu, me shku edhe herë në derë. Mirë, kthehemi pak tek komuna. Po janë bërë gati më shumë se 6 muaj që vetëvendosje ka marrë njërën prej komunave që ka qenë çdo herë qeverisur nga LDK. Në fillim keni marrë disa dosje, i keni dërguar edhe në prokurori. Çfarë ka ndodhur fillimisht me këto dosje që atëherë? Po, ne kemi dërguar në prokurori mbi 60 dosje, që janë kryesisht për leje ndërtimore, sepse një kaos urbanistik cili ekziston në komunë të Fushë Kosovës, duhet me pas një emër edhe një fajtor realisht për mu ditë edhe për qytetarët. Nuk dim se çka ka ndodhur, kemi dërgu pyetje konkrete, nuk na është dhënë përgjigje, se është çështje e tyre hetimore më nej. Mirë po, jo vetëm këto 60, po në secilën sferë, në secilën, mos them secilën rrugë, ku po hasëm probleme, po i kompletojmë landë dhe po i dërgojmë në hetuesi. Pra, po vazhdoni ende, nuk ka qenë vetëm diçka e fillimit të mandatit? Jo, nuk ka veç fillimit të mandatit, nuk ka është vetëm për leje ndërtimore, ka edhe për rekrutim, ka lloj-llojshme. Vendimet cilat nuk i kanë kalu lishmëritë për institucionet relevante, Ministritë e Linjës, mandej dhënia të pronave komunale pa aprovim të kuvendit komunal, jemi duke i parë, jemi duke bu evidentim të komplet të pronës komunës, sepse nuk kemi të dhona se sa prona i ka komuna jonë. Mandej një pjesë e pronave aty ku kemi ditë që ka ekzistu, ka qenë pronë komunale, kemi ndërtesa në ato prona, kemi gjitha këto të falenderu edhe gazetarë hulumtus që kam punu në dër vite, kemi arritë që të bëjmë evidentimin e tyre dhe po punojmë në kompletimin e dosjeve dhe dërgimin në prokurori. Do të kërkoni të kthehen këto prona në komunë? Ligjerisht aty ku kemi mundësi për të kthyer në gjendjen e mëparshme, kuptohet se po, sidomos në përfshatra. Kurse në qytet aty ku ka ndodhur kështë bën ndërtim, i takon instancave gjyqësore që të marrin vendim. Na do ta respektojmë secilin vendim që vjen prej gjykatës. Në ndërkohë, ne kemi qenë sot në mëngjes në Fushë Kosovë, do t'i dëgjojmë bashkë se çfarë kërkojnë sot në maj banorët nga ju, i ndjekim disa nga pyetjet ose kërkesat e banorëve dhe kthehemi diskutojmë me kryetarin. Infrastrukturën e ka katastrofë, sidomos kjo rruga jonë Dardania, si po e shifni, është plot me parkingje jo të lejushme, po s'kanë ku me ndalë automobilat. Na kam mësor s'kemi ka kalojmë. Shumë vështire kemi. S'kemi parqe. S'kemi vende që me dalë në si pleq, se kemi punu me vite, unë kom punu në Arsim, Mitrovic. S'kam ku me dalë me shetit me burin tem, a me jetë. Ku do ka automobile më bo shumë, ka shumë një më bo banor, pastërtia nuk është nivel të duhur, dhe ato kësha thonë, rrugët i kanë gjvesh prej katrorve, prej asfaltit, nuk po i regulojnë. Pjesën e poshtë në atje ka Viva Freshi, në anën e djatë kësaj rrugës Dardania, kur marrë me shku me frikë, ku po marthu, ku përzuhem. S'ka disa diti njeri është përgjakur, e kom pa, ka marthu edhe përzuhe, o predi ku në rrugë. Edhe një kërkesë kam, unë si banore e Fushë Kosovës, që jam për që 15 vite, pensionistat të dy jemi, ne paguim bilet për autobusa. S'kja bileta s'kemi mujore. Me qenëm Prishtinë, kanë motrat e mia kanë arë ato prej Mitrovicës, ato i kanë biletat mujore, vinë, qarkullojnë, ande i këndej me bileta mujore, ma liri kushton.
na duhet me pagu biletën e plot. Kur shkojmë se fëmijët e tret I kemi në Prishtinë, po me dej qëto që mu po më pengojnë mas shumë te. S'ki ka shkon, apo shërupës, I kanë asortu zikur, po edhe me ecë shumë shtirë. Burjem ka mbet me shkop, është ka ecë, është ma I më shumë se unë, menzi po ecë, s'ka ka ecë, ja ka ble djali I vogël një karocë. Po thot, ku me ecë gru me karocë, ma letë unë jenë me një shkop, se rruga ju e drejt, ju e asfaltuar, nuk ka problem me dalë pak me ecë. Kryetari I ri tash e ka marrë shumë rishta, do më thonë detyren, mirë po si kërkes në më ne, që të rrugët me pastru me ujë, do më thonë, se ka plëhën tash të mas verës, ka plëhën të jashtëzakonshëm. Nuk është zgjidhje se cili para lokalit vetë me sllaf, me vadit, do më thonë rrugët, mirë po ka mundësi besoj komuna me marrë ato cisternat dhe çdo ditë me ujë me pastru rrugët, se plëhën jashtëzakonshëm është. E dyta, parkingjet mungojnë shumë problem është, se ka pas ndërtime këtu që që dim qytetit që ushtu mas shumë të me ndërtime është fërskësua, e nuk I ka kushtu ata përpora, rëndësit molle, parkingjeve, zonave të lira, edhe problemi është që rruga kryesore në Nana Terez është vështirë më kalu se I kanë hiqë zebrat në dëvena që I kanë pasit një herë, tash I kanë gjitë ato rrethujat e metalta, ka njerëzit që përbërojnë përmes rrethujave dhe dalin në tjetrën rrugë, rrezikojnë veten. Po nuk ka vend kalime të mjaftueshme? Nuk ka vend kalime të mjaftueshme, edhe shpejtësia është e madhe. Pyete për kryetarin e ri që na ka në fushë Kosovë. Beson jena të gëzushëm. Si pika e parë është një njeri që po don kulturën me shtim në funksion. Do me ndërtu shtëpinë e kulturës. Vetëm e kam një pyetje për kryetarin inshallah që të komision të rrugës e rregullon pak më mirë. Që të rrethi bashku jetoj unë a bon aty një orë me orë dhe në Prishtinë. A I ngratis mundet për një vit mi rregullu krejt. Por unë jam I kënaqur me kryetarin. Pa morë parasysh edhe që e njeh pak, por besoj që ky njeri do të qetë fushë Kosovën pak në dritë. Ka shumë në nevojë fushë Kosova. Si pika por ata të partë e kanë lë keq, e tash ky ka ardhur se një rregullon. Ti këshore veç ka bo këtë. Ndërtesë me ndërtesë, leje pa leje. E kanë marrë, I kanë auzopur, I kanë bo, ajo është diçka katastrofë, inshallah vjen vetin. Unë e përshëndes kryetarin dhe I uroj suksese, edhe mirë u bo që ku bu ndryshimi, po e kaj një kërkesi ballak shumë. Ma veç ato me bu, për Kosova ku me ecë më pora. Kështu që për tjetër, ka qëtë rrugë. Mi pastru shumë a shumë, qëta trotuara, s'po kem ka me ecë. Bërllog po thoni që ka, por në çfarë aspekti, po hedhen shumë veturina në për tokë, apo nuk ka kontener të mjaftueshëm? Edhe kontener një mjaftueshëm, po edhe shumë rrollë po vimi marë kontener. Me ana 3 ore po mushën një kontener. Kështu çdo do më 6-8 orë me orë, me linë 2 herë me marë, se shumë banor, shumë bërllog. Me pas parasysh do të mas pare me marë cizmet, edhe me dalë me këshyrë gjendje që është aktuale bele gjdo 3 ditë, 2 herë një avë brez, di që ka ba kryetari atë I the gishtat atë. Gjdo kryetar në komunët në Republikën e Kosovës. Gjdo kryetar. Ata paguhen ata që hjekon bërlogun me këshyrë që ka të boaj. Unë e jo marë që të një banu Siri, I hiqa letrat vetë para garajës. E ta shkur në kër e shef poster, kër të shoh që aty e gjuja dhe une, kër shoh kër gjën vje marrë me gjujt edhe unë atë farë palome, atë farë letra, atë farë mbetorine, atë farë. Pastërtia duhet me konë pak ma nivel, bre, se ata janë ata, është ekipa që pastërën, po duhet me mbikëshyrë gjithë kush dikoni. Se s'po kam ku, pastërtia me konë nivel. Se ka shumë qka që duhet me punu për tana komunat e Kosovës, jo veç të. Janë do komuna atje pak më të mira, do pak kryetari duhet me punu ma tipër.
Ma tepër do të përpunu, ai vetë. Ko të shohin njerës që ai është i fokusum, ka gjithë shkofi, ka rëndëmeria është i veni, edhe njerës pak, a vytën pak, hydisën pak, stimulohen pak, akomodohen pak ma mirë. E si konkretori vjetër, e kënenaj, bërlogën kur më morës në kanë se gjdohet. Herë morën 2-3 javë, herës disa që i thash i ka, që e 4 javë për pa e morë kërkush bërlogën. Në cilën vend, në cilën pjesë? Në Nuglarë. E ma këtë zdi qysh. Kur po bëhet bërlogë, po mushën konthat, po dherë dhe takëlla, po vinë qesë, po bëhet thanat zezat. Kush po vje me morë? Kur u konkretari vjetër, kur s'ka bo vakit gjdo të morëte, ordna i ka morë. S'ka pas problem heq. Pesë ju hinë që këj rivu në zënë gjahës të rivë në atë vjetërin, pesë ju hinë që këj i rivë, mo kur shbërlogën morë s'na ka me kë, po edhe mas këhe ka 2-3 javë e 1 muaj dhejtë e morën. I dëgjuam disa nga qytetarët dhe kështu e kemi një pasqyrë të atyre se çfarë duan, natyrisht kryetari me siguri e di, por ne dashëm që ta sjellim këto dhe për shikuesit tanë. Kjo çështja e mbeturinave se i pam edhe në pamje, që keni si fqenje tuaj në këtë rast Prishtina, keq me mbeturina? Po filloj pikë të qytetarit të fundit, që realisht ka drejt ato që po thot, jo me 3 javë vetë të shtëpiam nuk po vinë me ka 1 muaj me marë. E kem një sabotim prej kërëme pastrimit, edhe ka drejt kur tha në pushtetin e kalum gjdo javë e nara kanë marë, tash nuk po ndodhë, është krye këput politike kjo, sepse parsetohen që kemi problem me kamiona, kemi problem me prishet kamiona, po qëta kamiona e në kona dhe të kalumë. Kjo parasysh. Menagjimi i kësaj ndërmarrje është për të dëshiru. Kem pas takime të vazhdueshme me drejtorin, kem pas takime edhe me shefin e njësisë në Fushë Kosovë, ku i kemi kërku që i natët politike në qovë se kanë, të lejnë me një anë, sepse qytetarët e kanë dhonë verdiktin e tyne, edhe të punojnë për Fushë Kosovën, edhe të punojnë për një qytet më të pastër. Kem sabotaj, nuk në mbështesin, edhe kemi fillu hapat konkret, sepse nuk jemi të nejtë, ju kërkoj mirëkuptimin e qytetarëve, që të na mirëkuptojnë edhe pak, sepse sot besoj nesër, me se na kalon bartja bugjetore, ku kemi bo planifikimin për të blek kamionat, për mbledhjen e mbeturinave, edhe do t'i bëjmë vetë. Do t'ja dërgoni këta kamion pastrimit, apo do t'grumbulloni vetë? Si që diri ne, vese kemi një ndërmarrje publike që kemi themelu në fillim të mandatit, ku jemi në procedurat të akteve administrative, statutit, të ndërmarrjes edhe përzgjedhjes së menaxhmentit, bordi i përkohshëm është duke kryer këto procedura, ku do t'ja kalojmë në menaxhim edhe këtë pjesë të mbeturinave. A do të thotë kjo që do të paguajnë qytetarët te komuna? Do të ndaloni pra edhe pagesën tek pastrimi? Sigurt, me arsyeshmëri të qartë. Jem dhonat publike. Në Kecin i ka 34.000 njësor. Keci. Këreu Prishtina i ka mbi 33.000, mund të jemi gabun, po mbi 33.000 njësor të ujit. A disa paguajnë qytetarë të Fushë Kosovës në kërëme pastrimi? Vetëm 17.000. Ku është gjysa tjetër? Shtrohet pyetja. Fushë Kosova kontribon, vetëm në vitin e kalum, 1.300.000 euro për kërëme pastrimin. Tyra. Ku ka kapacitet edhe për kaq? Do të thotë, ne kemë vetëm gjysën të regjistrum. Unë eftoj edhe publikisht, krimet ekonomike, kush do të qoftë, le të shkon edhe le të këshyrë, sa aty punojnë me 2 parë letra. Po flasë bukfalesht. Punojnë me 2 paragona për ndukët. Ju po thoni që qytetarët paguajnë, por nuk deklarohen ato para, jo që nuk paguajnë. Disa paguajnë, disa nuk janë të regjistruar me ato politikat e tyne, mjep mose rregullojnë këtë farë pjese. Do të thotë, unë besoj që qytetarët e Fushë Kosovës janë ndërgjegjshëm e paguajnë, po është fajtë të kërëme pastrimi, se qysh i evidentan ato. Unë i ftoj publikisht të merre me këtë pjesë. Se s'ka logjik një komunë me 33.000, 34.000 njësor në Kecë në këreu Prishtina, në kërëme pastrimi 17.000. S'ka logjik, që kjo mjafton.
s'po flasë më për këtë pjesën, sepse nuk më takon mu më marrë me pjesën e menaxhimit të financave të tyre atje. Po mu më interesën qytetari i Fushë Kosovës. Për këtë arsye, ne kemi planifikuar që me start i blejmë 6 kamion, edhe po shpresoj shumë që një tjetër veç do ta shpallim në tender, ku do të blejmë kamiona 3, edhe cilët do të shkojmë me njoftim për qytetarë se ku do të bëhet pagesa për mbeturina. Sepse nuk mundna mi toleru kështu. Kemi toleru dhe sot për hir të projektit të madh që është në KFV. Kem pas takime me përfaqësues të KFV-s, që është kredia e butë për blerje të kamionëve për komplet regionin e Prishtinës. Kemi toleru mjaftueshëm edhe ja kemi bërë me dije që opsioni i fundit na metet largimi nga kjo ndërmarrje. Pavarësimi nga kjo, sepse nuk mundna me duru kështu. Kur mu si kryetar ta zëm, një muj ditë nuk vinë me ma marrë bërllogën, shpejtem, po llogarit qytetarëve tjerë, ka raste edhe ma shumë se një muj ditë. Unë për ditë isha, unë për ditë dalë Fushë Kosovë, edhe ecin kam, edhe takoj qytetarë e në përfshatrat të ndryshme, edhe shën gjendjen e mirueshme për këtë pjesë. Ju kërkojmë më mirë kuptu se nuk është kompetencë direkte kjo, po qytetarëve, në fakt edhe nuk do të më interesu, kompetencë e kujt është. Aty një intereson më u bo pastrimi, mbledhja e mbeturinave. Po tash përmes mediumit juaj, për ju kërkoj mirë kuptim, edhe pak muj edhe kemi me rregulluar këtë çështje, ku Fushë Kosova nuk ka me pas problem. Njëkohësisht e shfrytëzoj me falendru Kekun, i cili na kanë ndihmu në largimin e deponive ilegale të mbeturinave inerte, por edhe gjësaneve të ndryshme që kanë hodhur qytetarë të pandërgjegjshëm, ku kemi bërë pastrimin thuajse në komplet Fushë Kosovën, edhe kemi duke mirëmbajtur. Në ndërkohë, pasi po flasim për këto shërbimet publike, një problem tjetër që ka Fushë Kosova është përmirësuar pak prej kur keni ardhur në pushtet, nuk e di çfarë keni kërkuar të ujësjellsi, por ka pasur rast që 24 orë banorët tuaj nuk kanë pasur ujë në momentin që ka pasur turbullira në kanalin e Ibërlepencit, pra kur tashmë Fushë Kosova merr ujin e Shkabajt. Ky problem vazhdon ende, pavarësisht që ujësjellsi ka bërë disa improvizime, ka marrë ujin nga Ballava, i ka dërguar të paktën disa orë në ditë ujë Fushë Kosovës, por duhet të rregullohet kjo çështja e di që ujësjellsi thotë që Ibërlepenci do ta bëjë mbylljen e kanalit në pjesën e hapur. Si qëndrojmë në këtë pikë që të paktën ky problemi me ujin mos të është kaq i dukshëm ose sa herë që ka pak shi të mbetet Fushë Kosova pa ujë. E para në qarkullën buxhetore që tani do ta bëjmë vetë, sepse kemi një buxhet të trashëguar. Do të planifikojmë që në secilën hymje të vendosen rezervarët për ku minimalisht 48 orë të ketë ujë të mjaftueshëm për komplet hymje dhe vendosjen e pumpave. Këtë do ta bëjmë bashkëpunim edhe me këshillat lokale që jemi në procedura, i kemi kryer rregullorim dëgjim parë tani për themelimin e këshillave lokale, ku ata do të jenë baraz të proceseve. Edhe bashkëpunim me kryu Prishtinën, do të thotë për mirëmbajtjen e këtyre rezervarëve dhe pumpave, po si komunë jemi të interesuar për hir të qytetarëve që të bëjmë blerjen e tyre dhe vendosjen e tyre në podrumet e ndërtesave. Pra do t'i bleni vetë ju? Po, do të shikojmë qoftë me bashkëfinancim me kryu Prishtinën, po jemi të interesuar edhe vetë me i bë, vetëm se do të diskutojmë, do të thotë kjo do të diskutim edhe me banorët, do të diskutim edhe me kompanitë që kanë bërë ndërtim, ku do të kërkojmë hapësirë për vendosjen e tyre. Disa për objekteve kanë rezervuar, cilët jenë për kujdes me kohë që të vendosen ato, po aty ku s'ka, do të kërkojmë që të vendosen rezervuar për këto. Sa i përket trubullirave, kjo është problem që e përfshin edhe Prishtinën edhe komplet edhe Mitrovicën, po besoj një pjesë të madhe, sepse kemi të bëjmë me një infrastrukturë kritike, si që është kanali i Ibërlepencit, ku ata janë të investu vazhdimisht, edhe kanë projekte me bankën botërore, edhe kanë projekte në vazhdim, që po besoj shumë shpejt do të bëhet zgjidhje, sepse kjo është borma e kryu Prishtinës për trajtim. Do të fabrika në Shkove, me sa kuptoj, nuk ka kapacitet mjaftueshëm për të trajtuar në atë nivel të turbullirës, edhe me sa kam informacion, Ibërlepenci veç është në fazat të investimit për këtë pjesë.
Pastrimi është regionale, ujësillësi gjithashtu i përfshin të gjitha. Ne në Fushë Kosovë kemi edhe trafikun urban, që është ndërmarrje publike komunale vetëm e Prishtinës, por ka linjën 1 që vjen në Fushë Kosovë, operon në Fushë Kosovë, ka linjën 1A, kalon nëpër Fushë Kosovë dhe shkon në aeroport, pra është ndërmarrje e Prishtinës që përfiton nga Fushë Kosova, natyrisht përfitojnë edhe qytetarët e saj, por e keni të rregulluar me marrëveshje bashkëpunimin me ta, operimin e tyre në komunën tuaj, apo çdo gjë ka mbetur nga qeverisja dhe cili është plani? Andës kemi pas takime me ta, do të iniciojmë takim, ku do të kërkojmë edhe lirim të pagesave për pensionistët, rastet që janë me rastet sociale, edhe do të shikojmë se si do t'ja bëjmë me student. Kemi pas disa takime me qytetarë, me nxënësa, me studenta, ku kemi një farforme kemi kërkes për tyre që komunat merret me pagesat mujore për biletat e tyre. Kështu që kjo manej përfshin e këtë sektorin privat që operojnë në Fushë Kosovë, do të një unifikim të këtij problemi dhe zgjidhje të këtij problemi do ta bëjmë për të mirë të qytetarëve. Kërkojmë mirëkuptim edhe për këtë pjesë, ne kemi vetë 6 muaj, ku në këta 6 muaj jemi marrë intensivisht me planin zhvillimor komunal për PZHK-n, ku manej jemi duke përcaktuar zonat se ku do të zhvillohet qyteti. A do ta vazhdoni këtë ndërtimin e hovshëm, sepse në mesin e krejt kryetarëve që i kam pas deri tani në studio, ju jeni i pari që mund thoni që keni rritjet banorëve. Të gjithë në ankohen që kanë më pak buxhet, se kanë më pak banor nga regjistrimi i fundit i popullsisë, ju natyrisht mund thoni që keni më shumë banor. Do ta vazhdoni këtë? Po buxhet nuk është se kemi proporcionalisht me sa kemi banor. Pse ande ju? Sepse në Fushë Kosovë me regjistrimin e fundit janë 64.000 e pak të regjistruar. Për këtij regjistrimi ndryshimin adresave, si pas dhonave në administrat, janë edhe 12.000 banor që kanë ardhur dhe kanë bo ndryshimin adresave, që rrjedhimisht i bjen me dokumentacion i kemi mbi 75.000 banor. Mirë po, të pos parasysh të dhona statistikore që i përmenda edhe të njësorëve të Kecit dhe Kreu Prishtinës, në Fushë Kosovë realisht janë 100.000 banor që jetojnë. Nëse llogarisëm me njësorë edhe me shpenzimet që ndodhin për familje. Por kjo mbetet manej për nivelit qendror se si do ta rregullojmë edhe me normat në arsim dhe shëndetësi dhe komplet në administrat. Edhe të pjesa. A është problem të arsimi dhe shëndetësia? Është problem, po kemi problem sepse nuk na mjaftojnë normat e tanishme për të mbulu komplet nevojat e qytetarëve. Për mësimdhënie, edhe për ofrim të shërbime, sepse këta qytetarë që jetojnë në Fushë Kosovë kërkojnë shërbim në Fushë Kosovë. Rrjedhimisht na dhojmë shërbime për ta. Mirë po nuk kthehet në proporcion me prej nivelit qendror me normat se sa ka nevojë. Tani kemi qarkullën buxhetore ku vrehet një ndryshim bukur i madh, edhe po shpresojmë shumë që pas takimit që do t'i kemi edhe prezantimit të statistikave tona, këto norma në shëndetësi të azam edhe norma në arsim do të rriten prapë, sepse kemi një rritje, po do të tentojmë që të rrisim edhe pak, për të përmbyll këtë problemin e madh të ofrimit të shërbimeve në sektorin e shëndetësisë dhe të arsimit. Po, qytetarja e parë e përmendi lagjën Dardania rrugët. Po, që të kishtë deshta me ju përgjithse mojta disa shënime. Në lagjën Dardania kemi një rrugë e cila ka fillu në kohën e zgjedhjeve për të rregullu, e cila nuk ka pas dëgjim publik. Edhe rrjedhimisht ka hasë në probleme edhe në ankesat të banorëve. Me ndryshim pushteti, kemi taku vazhdimisht banor edhe bizneset asaj rrugë. Ata kanë vazhdu me inicimin e një peticioni për ndryshim të projektit, ndryshim të vogël të projektit, sepse rruga ka qenë planifikuar të bëhet vetëm 5 metra me sa kujtoj, një kashe, mos me pas të drejtë të parkimit dhe zgjerim të trotuareve. Me insistimin e banorëve, kemi dërgu kërkesën edhe në Asamblejë Komunale, ku për Asamblejës është marrë një rekomandim për të revidu një pjesë të projektit, ku rruga të ketë gjënsin, thuajse të njëjtë, me pak ngushtim, ku ka mundësi për tjetë të qarkullush me 2 kashe, por në të ardhmen e afërt njëri shirit tjetë për parking. Do të pas të themelimit komplet të ndërmarrës dhe funksionimit saj, ndërmarrës publike lokale, do t'i jepen menaxhem edhe kjo pjesa e parkingjeve. Kërkojmë kuptimin e tyre, kemi pas diskutimet të vazhdueshme edhe me banor, edhe me biznese atë, po edhe me operatorin që është duke i kry punë dhe kemi kërku intensitet
po shpresojmë shumë që para fluksit të mërgjimtarëve, kjo rrugë tjetë rregullume. Po shesh aty? Sheshin, ne kemi pas gjatë fushatës zgjedhore e kemi prezentu që do të bëjmë sheshin në pjesën e vjetër të qytetit, që nënkupton prej stacionit të trenit, që është monument edhe i mbrojtun prej ministrisë, deri tek rrethi i Fushë Kosovës, rrethi tanishëm. Në vitin e ardhshëm do ta planifikojmë dhe të fillojmë procedurat në faza të ndryshme, sepse rruga Dardania sipas hartës anale edhe të tanishme, po edhe na që jemi që do ta rividojmë anej, ka talje vazhdon këtë daljen e re deri tek pjesa e vjetër e qytetit. Do të thotë shesh do të jetë prej stacionit trenit deri te rrethi. Rrethojat i përmendin një qytetar, gjatë takimeve që kemi pas me Ministrinë e Infrastrukturës dhe pas lirimit nga masat prej Bashkimit Evropian, rruga Nën Tereza komplet do të ridizajnohet, edhe do të largohen këto rrethoje. Nën Tereza është rruga nacionale? Po, rruga Nën Tereza është rruga nacionale që menaxhohet për ministrisë, po do të ridizajnohet kjo rrugë edhe do të ketë edhe semafora të ri, do të ketë edhe vendkalime të reja për qytetarë dhe kyçet e lagjës. Sidomos lagjës Dardania dhe lagjës të re, që na e quajmë, e kuptojmë ka pjesa e Uglarit, do të ketë kyçe të reja. E pota një qytetar që përmendin Shtëpinë e Kulturës, kemi diskutuar 2 herë me Ministrinë e Kulturës, e kemi themeluar një komision prej ekspertëve të mbrëmshëm që kemi në komunë, ku do të marrim rekomandimin nga ta se a do të vazhdojmë me renovimin e kësaj shtëpie të kulturës, edhe një komision për ministrisë, po ashtu kemi kërkuar që të vinë dhe të bëjmë vlerësimin e objektit, apo do të shkojmë me rënim dhe ndërtim të një shtëpie të kulturës të re, sepse e thatë edhe vetë, jemi për komunave që kemi hovin më të madh të qytetarëve në nivel vendi, kështu që një shtëpi e kulturës ku i përmbush nevojat e qytetarëve të Fushë Kosovës, të një qyteti që secilën herë po vjen duke u rritë. Kam një pyetje këtu, thotë, çka do ndodh pse vërshohemi gjithmonë nga një Prockë e cila është në komunën e Prishtinës, por ne jemi në Fushë Kosovë. Pra Procka është e Prishtinës, po flet për njërin prej lagjeve kufitare. Është proni njëm që kemi qujtë nga përpara, të thotë është dhënë leje ndërtimore në atë kohë, ku ka objekte të ndërtuara mbi pronën komunale, ose ta quajmë përse që proni çdo tjetër edhe në nivelin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor si mbikëqyrës, ka ndërtesa aty dhe është në zonë fyti. Do të thotë edhe rrjedhimisht kompletuji që vjen edhe për pjesës Prishtinës, mandej niveli i garazhave që është i ndërtuar është niveli në kanalizimin ekzistues. Po shpresojmë shumë pas projektit që KFV-ja së bashku me kryu Prishtinën për kolektorët dhe për impiontin e trajtimit të ujrave të zeza, që përfshin atë qytetin e Fushë Kosovës, që është një projekt mbi 240 milion euro, do të bëhet zgjidhja edhe këtij problemi. Keni përveç krejt këtyre, ju keni edhe Hekuruzën, e cila kalon nëpër Fushë Kosovë, pastaj kalon nëpër fshatra, treni ndalet shpesh nga Prishtina për në pej, por nuk është që ka një linjë të rregullt, siç plani mobilitetit i Prishtinës e kishte parapar për shkak të, le të themi, lëvizshmërisë së madhe Prishtinë-Fushë Kosovë dhe anësjelltas të banorëve, që të shfrytëzohet edhe Hekuruza, që të kemi një linjë e cila do të fokusohej pra midis Prishtinës dhe Fushë Kosovës. Nuk po flas për këtë kryetarit Rama. Po shta pak ironike, me hymje për Prishtina pa hymje, sepse kemi pas një debat shu publik. Bëhet shtrajt, se ju thanë 15 euro kryetari, 30 euro nuk kanë qytetarë. Prandaj po pëzë, Shqeqa, të trajnkosi është dërmore qendrore, cila menaxhohet nga nivelli nga Ministritë e Linjës, Ministria e Ekonomisë edhe Ministria e Infrastrukturës. Projekt qeveritar ka për Hekuruzat, ku do tjetë edhe linja aeroport Prishtinë. Manej linjat ekzistuese që është Prishtinë-Pej, po besoj shumë mas prioritizimit të këtij sektori, ku do t'jepet vlera e Hekuruzës, do të përfshihet në qytetarët e Fushë Kosovës, sepse Fushë Kosova është nyje e cila i përfshin gjitha linjën. Qoftë këtë linjën për Mitrovic, qoftë linjën për Pej, Prizren, do të thotë jemi nyje e tillë, po ashtu porti thotë do të jetë në Fushë Kosovë,
edhe linja Prishtinë-Durrës, po ashtu është për fushë Kosovë Kalan, do të thotë jemi nyje që domosdoshmërisht përfitojmë si komunë. Se sa ka kapacitete ndërmarrja sot e di që nuk ka, sepse janë në gjendje të mjerueshme nga ndodhit që ka ndodhur në historikun e asaj ndërmarrje. Mirë po, në qoftë se qeveria edhe po besoj shumë edhe nga premtimet që i ka zoti Kurti për 4 vjeçarin e ardhshëm, janë edhe hekurudhat, kështu që po shpresojmë shumë që ka më bëu zgjidhje e përhershme e këtij sektori. Dhe ju i përmendët, flasim pak për fund çështjen e ndërtesave, përmendje edhe njëri prej banorëve, thash ndërtu me leje pa leje, e përmendët PZHK-n, e përmendët edhe hartën zonale, si jeni me planifikim urban, sepse jeni ndërtuar, keni ndërtim urban, por jo shumë planifikim, edhe nuk ka park. E dëgjuam njërin prej banorëve që tha si ta bëjmë një park. Shqyqa, në planin zhvillimor komunal kemi pas, më sa kujtoj, 2 ose 3 herë që Ministria e ka kthy në rivlerësim edhe herë. Tani, ne jemi në fazën finale, ku vrejtët që i ka pas Ministria për PZHK-n në vitin e kaluar, jemi duke i përmisu edhe ku kohën e qytetit, zhvillimin, do ta fokusojmë në ato pjesë ku nuk mund të lejojmë zhvillim të hafshëm, po zhvillim të ngadalshëm, për të vjetë ardhshme. Por kjo asesi duke mos harru që infrastruktura e nevojshme që na takon neve si institucione me u kujdes që të ketë parkingjet mjaftueshme, vend për qerdhe, vend për fusha sportive, e ndoshta edhe për shkolla, për lagje të caktuara. Do të thotë, mos harrojmë Fushë Kosovë është prej semaforave që si qytetar e kuptojnë Semitronics, prej semaforët të Semitronisja atë. Deri aty është të dhënë leje edhe Komuna e Prishtinës. Do të thotë, është duke dhënë leje ndërtimore, po që për qytetarë të rëndëm ta janë kupton Fushë Kosovë. Sepse në të kaluarën ka qenë Fushë Kosovë. Sot është Prishtinë. Do të thotë kur shohin edhe këto ndërtimet që ndodhen, ta kemi parasysh janë duke ndodhur edhe në Komunë të Fushë Kosovë, edhe në Komunë të Prishtinës. Ne deri sot kemi dhënë vetëm një leje ndërtimore. Që 6 muaj drejtori i urbanizmit ka dhënë vetëm një leje sepse kemi hyrë në fare rivlerësimi të komplet procesit edhe duke dashur që aty ku kemi mundësi për të përmisu, do të insistojmë për të përmisu. Pra, do të ketë leje me respektim të atyre që kërkon ligji për ndërtim. Po, kemi një bërgj komunal ndaj ndërtuesve, ku shfrytëzoj rastin publikisht ato që kemi diskutuar edhe në takime me ta, takime zyrtare, ku ndërtuesit e kanë një bonus nga ish-pushteti, i cili ka qenë vendim i palegjshëm e ka vlerësuar Ministria. Mirë po se institucione kemi bërgj atë, edhe nuk do t'i mbesim i bërgj asnjë ndërtuesi për hapësirat cilat i kanë liru për ndërtimin e objekteve publike, si që janë shkollat, ambulantat, apo fushat të ndryshme, sallat të ndryshme të sportit, apo rrugë që kanë liru për qarkullim, ku është dhënë një kompenzim nga ish-pushteti, nuk do t'i mbesim i bërgj asnjë ndërtuesi. Do të thotë, po kërkojmë mirëkuptimin e tyre deri në përfundim të edhe të PZHK-s, edhe revidimin e hartës zonale, gjithçka do ta rregullojmë. Po ashtu mbrëm që po bëni, keni filluar larje të rrugëve pas trem, pas shumë vitesh e kishit shkruar, çfarë tjetër po bëni tani që nuk është në këto planet që mund bëhet më vonë, aktualisht çfarë jeni duke bërë, në çfarë jeni fokusuar? Më shumë ti thash në këtë pjesë jemi fokusuar në PZHK-n, ku i dhojmë një kaje qytetit edhe një orientim pak më ndryshe, atë që i kemë thonë në fushat që do ta bëjmë një premje se është ndërtuar si është ndërtuar deri tash, po me neve do ndërtohet ndryshe ku do të respektohen gjitha rregullat dhe ligjet në fuqi, atë jemi duke e bërë dhe jemi në përfundim e sipër. Sa i përket larjeve të rrugëve, po, ka filluar dje një aksion për pastrimin e këtyre rrugëve, ka filluar po ashtu këto ditë pastrimi edhe nga NPL Kastrioti që përshëndesin dhe falenderojmë për bashkëpunim. Kemi edhe fotografi në regjia. Me armë në ndihmu në këtë proces. Manej... Besoj mund të shohim, kemi edhe fotografin nga pastrimi. Pra, ndërmarrja juaj publike po i lanë rrugët? Ndërmarrja nga Kastrioti, Obiliqi, është duke në ndihmu në pastrimin e rrugëve, kurse kjo pastrimi me ujë është përmes kontratës që kemi aktive për ofrim të shërbimeve, po këtë këto veprimtari do të kalojnë në ndërmarrjen publike lokale që i kemi themelu.
Po duket që me Kastriotin, këtë rast o Bilicin, një keni marrëdhëniet më mirë për shkak se ndoshta jeni të dy në vetëvendosje, jo si me Prishtinën që e përmendët taksën. Po ka fillu vetë me taksën, nuk mund të më shkëllu fushë Kosovë, na jena nyje kitë Kosovë, sa di me kitë mentalitet të vendosjes së taksave, ajo reagimi im ka qenë ironik edhe në kuptimin që të zgjimit të vëmendjes edhe të gazetarëve, edhe të shoqërisë civile që është të tentu me u vendos me rregullore një tarif për qytetarët që nuk janë të Prishtinës. E ku dihet që në Prishtinë vim qytetarët nga gjithë Kosova për të marrë shërbime. Faleminderit shumë për ta thuje. Në diskutimet e vazhdueshme që jemi duke i bërë me Ministritë e Linjës, kryesisht me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ambientit, jemi duke diskutuar për unazën e qytetit. Rruga Uglarit e cila është problematik e vazhdueshme gjatë viteve të fundit, po e rregullon Ministria e Infrastrukturës, sepse kemi një bashkëpunim mes komunës Graçanicës dhe Ministrisë, ku e ka marrë përsipër shtrimin e asaj rruge, sepse përfshin 3 komunat, edhe komunën e Prishtinës një pjesë. Manej, një tranzit e kemi në plan për të bërë një tranzit nga Prishtina në fushë Kosovë, ku jemi duke diskutu edhe modelet, a do tjetë kjo pjesa nën Hekurudha që nënkupton rruga Dorantina për banorët e fushë Kosovës që e din, apo do dalimi mbi Hekurudh, mbetet me u vlerësu për ekspertëve. Po ashtu, pronat e AKP-s jemi në procedurat të ndjekjes procedurave për shpërndësim dhe marrje të këtyre pronave për interes publik, ku do të bëjmë ndërtimin e stadiumit qytetit, ndërtimin e kampusit të shkollave të mesme, me qëllim që shkollat ekzistuese të lirojnë për shkolla fillore. Mësimin tërditor jemi duke mendu të fillojmë në përfshatra, ma nej në qytet nëse na kemi hapësirat mjaftueshme. E shumë projekte, mirë po i garantoj qytetarëve që nuk jemi duke ndajt, jemi duke punu, kemi gjetë një komunë me bajagi borgje, kemi gjetë një komunë me kontrata dëmshme, ku cilat i kena barë, me cilat po duhet mu marë me to. Do të thotë, kur them me borgje, kemi mbi 700.000 euro borgje vetëm dhe derivatave në muajt e fundit të pushtetit, ma ne kemi kontrata që jenë kanë të dëmshme për vetë qytetarët, kontrata të shërbimeve, ku cilat i kemi barë dhe duhet i pagujmë. Mos të harrojmë me kontratën kolektive, e cila e shkakton një dëm të madh nëse cilën komunë, të përfshi edhe neve, ku projektet kapitale na cungohen për shkak të kontratës kolektive. Po shpresojmë shumë që në mujtë vazhdim do të bëjmë marrëveshje edhe nuk do t'i lojmë në shkojnë në përmbarim gjitha lanë që janë në procedurë, po do t'y marrëveshje me avokat që në kanë kontaktu edhe me polet në mënyrë që të pohet pagesa në endame në pjesë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju, jeni të mirë se ardhën. Faleminderit shumë. Folëm pra sot për fushë Kosovën, nesër do të flasim tema të tjera dhe ne bashkë takohemi nesër sërish nga ora 13. Ju vazhdoni të qëndroni me KTV-n, të lexoni për